Po, ka një thyerje të brendshme kur shef që Shqipëria është megjithatë vend i që shqetësohet, është një vend që ka problematika, është një vend që ka një lloj autolëndimi dhe ndërkohë ti bën programe, pra ti patë një thirrje për t'ju kthyer aktualitetit, prezantimit të programeve të një Shqipërie të natyrshme, normale, pra që vuan në një sens. Mendoj se kjo erdhi me kohën. Dhe propozimi u bë në momentin e duhur. Pra, kjo Shqipëria e bukur është dhe është aty, dhe ka njerëz të cilët për fat të mirë e rrisin veten, e mbushin veten, e pasurojnë veten, dhe sa mirë që ka njerëz të tillë, dhe sa mirë të kishte më shumë njerëz që kërkojnë ta bëjnë këtë. Dhe këtu nuk I referohen vetëm vendosjes së vazës së luleve, pra thellimit në diçka, dhe ti kur I shkon deri në fund diçka e qoftë edhe ajo lulja, zogu, arredimi, gjithçka të përmbush, të pasuron dhe ke një argument për cilin ti e zotron më së miri. Për përballesh. Nuk është turp për njeriu që të kërkojë të jetë I lumtur me pak ose me shumë. Në një lloj aprofundimenti, nëse do mund ta themi kështu. Po, ndoshta e pata këtë thirrjen që po, dua t'ju kthehem gazetarisë që I flet të përditshmes. I flet çdo ditë. Ti ke mbaruar psikologji? Ti ke mbaruar psikologji. Të ka dhënë ty Grida Duma? Jo. Mësimja. Kur e sheh Grida Dumën që të bëj prezentatoren, çfarë monologu të brendshëm ke? Unë mendoj që ti vetëm po të merrnin peng dhe të çonin në një bunker, dhe të vinin pistoletën në kokë, ose të bënin atë torturën si në Abu Ghraib, vetëm atëherë mund ta kisha treguar ti realisht atë që pyetje që bëj unë, të cilën diskarde. Zëre se nuk e bëra këtë pyetje. Pyetje tjetër. Dakord. Pyetje tjetër. Si dëshirosh. Pyetje tjetër. Sepse në fakt në televizion nuk flitet për njerëz që janë aty, është mungesë edukate. Edhe kur flitet. Mirë do të flisja gjithsesi. E kam patur personazh, diçka që u bë virale me qëra fjala. Për të ishte kur e pyeta, a merr bukë me vete në parlament? Edhe kjo u kthye, domethënë, e morën edhe kolegët e vet pastaj si argument këtë bukën me vete. Kështu që edhe nëse do të flisja për të, do të flisja për ato gjëra që më kanë pëlqyer dhe më kanë impresionuar. Si për këdo tjetër. Ti je në kohën më të bukur për të bërë televizionin që ti dëshiron, mendon dhe meriton. Ndërkohë, sot fama, qofse do mund ta, unë s'kam besuar kur termin, edhe nuk kam jetuar kur si njeri I famshëm, po nuk kam ditur, nuk kam mundur, nuk ndodh, por po ta shohësh me vëmendje në kohën e rrjeteve, në kohën e një lloj batërdie të madhe të famës 5 minutësh ose të famës vërtet, sido që ta quajnë, ka vajza të profesionit tënde, të moshës tënde, të cilat më shumë mbështesin atë që duan të besojnë për veten, se sa meritojnë vëmendjen e publikut ose respektin e publikut, të cilin për hir të vërtetës nuk e si bashkëjetohet me kolegë të televizione të ndryshme në këtë realitet, se domethënë ti nuk mund të jetosh I shkëputur, ti do jetosh me klasën e njerëzve që janë bashkëkohës të tut. Me çfarë syri I sheh ti këto rivalet, konkurrentet e tua të momentit? E besoj që unë nuk e vendos më veten në krahasim me askënd. Gjithsecila ka zgjedhur një rrugtim të caktuar. Dhe ka mbritur aty ku është dhe bën atë që bën, me kompromise, pa kompromise, duke e kërkuar famën, duke e marketuar veten, duke prezantuar disa vlera të cilat ndoshta I nje vetëm në teori, edhe në këto rrethe ti takohesh dhe thua sikur po shoh një person që është krejt tjetër. Megjithatë, unë përse duhet I vendos një presion vetes në këtë